Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në She's on Air, këtu me vajzat tona, me të ftuarin ton Alesion dhe me që përmendëm pak më parë Australinë, unë di që ish bashkëshortja juaj është australiane apo jo? Jam shumë kurioze të di, të morë ndonjë koment nga ish bashkëshortja jote për gjithë eksperiencën tënde? Kur dolën Kalamajt janë mërzit shumë. Marrove si kalove shumë mirë. Shpresoj të kesh kaluar mirë, tash faleminderit për looking after our kids. You're a beautiful mother. Tash I'll never forget that. Kaq e respektoj dhe kjo është kryesorja, më respekton edhe mua. Shumë mesazh Shumë bukur. Po fëmijët që ishin mërzitur se i kishte marrë malli apo? Nuk kam mësuar, mendoj që isha në burg. Daddy, are you in jail? Because big brothers didn't. No, daddy, but why you don't have a phone? E kuptojnë pak shqipën, kanë pas mundësi me të ndjek me kuptu pak apo? Ja, fare, ai goca kuptoj flisë dikur, por ka u bën kohë që s'ka ardhur dhe nuk është që ke vështirë, më kupton se ata flasin që ditën anglisht edhe me nonën, me familjen e nonës vet. Por këtë flas, mu kur jam aty flas anglisht me ta, se sa të kaloj kotim se shqip aty apo të kaloj kot flas me ta. Që ta mësoj një ditë siç e kam mësuar anglisht në etj. Ma mërmend një ditë do duan vetë ta mësojnë sepse do kenë shumë gjëra të bukura në Shqipëri që vinë ti shijojnë. Po patjetër është pasuri gjua gjithmonë. Alesio, momentalisht je single në një lidhje zemërthyer, si e? Nuk jam as zemërthyer, nuk është zemërthyer, çdo eksperiencë ka eksperiencë, është gjë e bukur. Është gjë që unë mendoj dhe kam thënë gjithmonë është diçka pending tek unë, kështu që pending. Jo, po ne kemi qef të flasëmojmë Ta pak. pen nuk hap, nuk flas më. Nuk flet më, do të kanë shumë qef për këto muhabete. Po se ne Ata ta thash diçka pending dhe ta mbyllim me kaq. Diçka pending, po pse mo Alesio si ngelin gjërat pending? ngelin për arsye të ndryshme, po. Ku do flas më? Po mirë, un kam një pyetje ndryshe. Ndoshta lidhet me këtë gjë, po hajt po ta bëj kështu ndryshe. Tani që dole, atë ka shkruar ndonjë ish? Po do më ka shkruajt. Dhe të ka shkruajt? Në mesazh Çat ka shkruajt? Po. Ke dalë shumë bukur kaq. Nice. Po kështu në marrëdhënie, domethënë po kërkon një partnere të huaj apo shqiptare? Do një për të huaj kisha. Po më pale. Vazhdon. Në kështë e punë e huaj shqiptare. Edhe ke pending. Një sekond të them se tani po flasim, edhe më dëgjoni si dëgjosh të mosha pak, dëgjoni pak japi çik leksione. Dashuria shumë e bukur. Ta jetosh, ta jarosh çdo personin këtë botë që të bën dashuri njerëz sepse nuk ka gjë më të bukur në këtë botë, por duhet të jetë gjërat e përbashkëta, kupton, jo të jetë vetëm nga një anë, të jetë të përbashkët të dy. Por reciproke apo të përbashkëta? Një gjë, reciproke është po, reciproke. Të përbashkët është ma jep ta jap, kupton, jo ta jap as ma jep. Puna është që në këtë jetë nuk e di atë tjerë shqiptare, se nga një kur bën planet, nëse nuk dalin ashtu siç i bën planet. Kështu që më mirë lam kohës, kam thënë një herë. E kaluar ka vdekur, e ardhmë s'ka lind akoma, të jetoj momente, çat vin. Por është diçka pending akoma. Fole. Alo? Si kalova? Mori? Me që fole për dashurinë, a beson ti te dashuria me shikim të parë? Ja. Jo? Pse jo? S'ka ndodhur me shikim të parë. S'ka ndodhur. Besoj që dashuria vjen me kalimin e kohës, sepse dashuria me shikim parë më duket më shumë si një obsesion. Sa herë dashuru Alesio? Unë përsa e di një herë. Se nuk e quaj dashuria të adoleshencës, sepse janë gjërat Po pse Alesio, ai është momenti që ti dashuron duke mos e ditur se çfarë është dashuria. Kur je i vogël, po është dashuria. Po është dashuri, se aty ti prezantohesh për herë të parë dhe ti në atë moment nuk di se si ta komandosh. Unë mendoj se kur ne rritemi, aty fillojmë dhe hyn interesat, fillojmë dhe neve kemi kërkesat tona specifike. Pra nuk jemi më ashtu të pafajshëm. Nuk e quaj dashuria, sepse e kam kaluar, dashuria shumë. Një gjë. Ndoshta nga që unë kam emigruar një moshë 3 dhe më donte me punu, më donte me kujdes për familjen time në Shqipëri, nëse mund ta kisha menduar që është dashuri, jam prish me atë person, nuk e kam vuajtur, prandaj them nuk është dashuri. Dashuria vuhet apo jo? Po bëjmë gabim. Po pse më vuhet dashuria jetohet, pastaj nëse lëndohesh, nuk vuhet. S'ka nevojë. Po është e bukur dashuria, vuhet, jetohet.
Jo, keni perceptim të gabuar për dashurinë. E pasë shumë kesti, pas ka dashuri. Sipas Alesios duan përjetuar të gjitha llojet e emocioneve që të quhet dashuri. Patjetër që të gjitha emocionet, po jo të mbizotroj vuaj. Jo, po të thashë të gjitha më gocën. Hapi çik kufi se s'po ndigjon. Apo ta bëj ta çojmë mesazh. Jo, dëgjojmë shumë mirë ne. Jo, tu s'po kisha me ty, po kisha me. Është i gjë që i ke të gjitha brenda, i ke full package. Po pas daljes nga Bigu, të ngacmojnë pak më shumë goca, ki vure diçka? Në gjë, tash janë ngacmim. A është rrit interesi Për zotin, ka dhe mbesa ime ma Instagram jo që përgjigjem shumë, po unë kush sa më shoh komentet mia bëj like, se nuk është që aty kthej përgjigje, po normal do të jetë sepse atë Bigu ka një big followers edhe nuk është gjë, po thjesht mund të thuaj që janë adhuruese, nuk i quaj ngacmim. Po që shkruajnë gocat, domethënë e marrin atë Goca dhe gra. hapin e parë. Opa. Po ty atë pëlqen ky fakt që vajzat marrin hapin e parë drejt teje apo të pëlqen si mashkull? Çfarë të keqe ka? Dhe ne marrim hapin e Ne parë. mësuar që e marrin djemt hapin e parë jo Di, po vajzat. është shumë e mirë edhe gocat kur e marrin dhe kur e marrim ne, kështu. Për ty s'është pengesë, Jo, domethënë. s'është pengesë, është gjë normale. Cili është tipi vajzës që ty të tërhek pak më shumë? Ka do t'i pare, karakteristika? Më tërheq inteligjenca e një femre. Një vajze, po. Si e mat ti inteligjencën e një femre? E mat, pa marak, se kur ti ke Çka bën një femër inteligjente? Kur kalon kohë me një vajzë, me një grua, me një femër, që po të thonë gjitha, është shef inteligjencën, në mënyrën se si flet me ty, në mënyrën se si reagon, në mënyrën se si ulet, në mënyrën se si hecë, në mënyrën se si han. Janë shumë gjëra që janë një package që ti je shef inteligjencë, femra për një mashkull. Kështu që nuk është shumë e vështirë ta dallosh, më beso. Vetëm inteligjenca. Aparenca, pjesa fizike, ka nuk ka dhe s'ka. Tani nuk po flasim në one night stand, më kupton. Jo, ne po flasim për çfarë të tërheq, çfarë të pëlqen, çfarë shef në krah. Të unë ka të bëj shumë inteligjenca, më kupton? Inteligjenca. Okej. Klasi. Ne marrim vesh një gjë, që ti kur morë ftesën për të ardhur këtu, ndoshta ishte pak siklet se shumë vajza në moderim, në bashkëbisedim. Edhe ishe në siklet për mënyrën si do vishem, si do prezantohemi etj. Jo, e thash sepse nga që Jo, po, dua të dal dikun, që ta lidhem me temën që po flasim. Nëse ty do duhet të zgjedhësh një vajzë nga ne këtu që të pëlqen për të dalë, për të ngërë një drek, një darkë, nuk e di kush do ishte. Sepse pikërisht Livia. ju kushtoj. Beshaka. Jo, unë s'po shikoj matë sy fare, po shikoj që faleminderit për ftesën, edhe nuk e shikoj matë punë mund të pinë kafe të katë bashkë, mund dalim pastaj, se jemi shok, unë i quaj një shoqëri, por shok po jemi ne do ta pim dhe një kafe pas kësaj, kjo është e sigurt. Por në rastin se do ndodhte që do ftoje dikë për të dalë, kë do të ftoje? Kjo ishte pyetja. Na refuzoi Ales të gjithave. Të gjithave. Jo, faleminderit, nuk ishte ftesë nga ne, ishte thjesht një pyetje. Refuzim. Na refuzoi të gjithave. Po mirë. Alesioni dim, më falë se ngeca. Nuk kam mësu Ina të vetëm të refuzohet publikisht. Ngeca vërtet. Kur je një personazh publik, është më e vështirë apo më e lehtë të besosh tek vajzat në dashuri? A thu dhe këtë pyetje? Si një personazh publik, po, është më e vështirë apo më e thjeshtë për të besuar tek vajzat në dashuri? Nuk është qatë tëmë. Ore, dëgjuan këtë jetë nuk i kontrolojmë dot, është vdekja dhe dashuria, të dyja të vinë vetë, kështu që nuk e di qatë tëmë. Mua më pëlqeu shumë kjo përgjigje. Cila është Vazhdo. Cila është gjëja që një vajzë kur është takim me ty nuk duhet ta bëj, diçka që ty t'je bezdiku diun. Një red flag. Red flag, se këto janë termat. Kur vazhdojnë e flasin për të kaluarën, ose kur vazhdojnë direkt edhe të bëjnë ai më ka ngacmu, ky më ka ngacmu, se është direkt një diçka shumë e keqe. S'm pëlqen fare kur vazhdojnë shenjat me të bëj xheloz diçka direkt. A ke vënë re për Jonida Maliqe nuk preferon shumë të flasit tek goca dhe gra. Si qëndron e vërteta e raportit mes jush? Ka pasur një histori dashurie apo dashuria ka qenë e njanshme? Tani më kam thënë që kam pas për tonë, kështu që nuk e di çfarë do të më nxjerr prapë. Alesio, sot na ka ardhur shumë i limituar në përgjigje. Ashtu kam qenë edhe aty. Kështu jam edhe këtu. Çka ka pas, ngjelet histori, çka do vinë, mirë se të vinë, çfarë thon tjetër.
Nuk e di, mua më duket sikur do të më hedhësh hi syve, përgjigje nuk më jep. Çka ka Thua pas? kam dikë pending. Por çfarë do të thotë kam pending, do të jetë pending, do të jetë shumë gjëra pending. Sepse në fakt, ç'është e vërteta, ne për marrëdhënien xha e dim. Ka dalë dhe fotografia. Një publik i gjerë, domethënë, përveç ne nuk na përgjigjesh ne, ne jemi ato që bëjmë këtë pyetje që publiku ka. Është pending pra. Është pending, kjo është pending. Po kjo do të jetë pending, po. Kjo është pending. E morëm një përgjigje. Faleminderit. Okej. Ne do kalojmë në një këngë dhe do rikthehemi pas pak. E mbyllëm direkt. Alesja mos u mërzit me ne.